Pra kur dy shtete ka të fuqishme, dy shperandori, Spanja dhe Portugalia, si duket Portugalia vogël, por dhe Portugalia ka qenë një perandoresh e deteve, për para se të shfaqe Anglia, pastaj ajo. Mos harroni që jo më kot, kjo tani një tërkallje, jo më kot brazilianët, gjithaj që është 100 herë, 200 herë me masë se territori portugalisë, flasin portugalisë, sepse diku ka qenë koloni e Portugalisë, dhe të tjera në pajësor. Zoti Shara, kur këto ishperandori dhe këto vënda ka serioze europiane gjynjizohen nga këto lloj sulmesh, nga këto lloj algoritmesh, jo herë kompjuterike, herë jo kompjuterike, ose misterioze, ta themi, se akoma nuk kemi përgjigje. Çfarë mund të ndodhi Shqipërisë dhe Kosovës dhe mund të jemi ne shënjestra të sulmit rus, të sulmit serb, Piraven, potencialisht? Patjetër, kjo është e provuar që jemi shënjestra. I herë Shqipëria, të paktën Shqipëria në raport edhe me vendet tjera antarë të NATO-s, nga qeveria ruse është klasifikuar si vend armiqësor. Është deklaruar zyrtarisht kjo. Dhe normalisht, duke qenë edhe vend antar i NATO-s, ne jemi shënjestër në këtë. Dhe ai fakti, ai sulmi, ajo nata 0 apo dita 0 fillimisht ndodhi në Ballkanin Perëndimor, pra që kapi edhe territorin shqiptar. Ku ka ndodhur kjo? Ka ndodhur në qershor të vitit 2024. 2024? Po, në qershor 2024. Sa orë vazhdoi? Këtu vazhdoi gjysmore në Shqipëri. Gjysmore, por nga gjitha raportet, po të lexosh raportet edhe nga Shqipëria, edhe nga Malizi, edhe nga Bosnia, nuk kanë pranuar, nuk është dhënë asnjë variant që është ndërhyrje, është sulm kibernetik. Nuk është dhënë, nuk ka prova. Kjo do duket, pastaj nëse bashkëpunohet edhe me agjenci tjera, duke i parë rastet edhe të Spanjës dhe të Portugalisë, se çfarë do dali nga hetimet. Kurse fakti që ne jemi pjesë, domethënë kemi qenë viktim e një sulmi kibernetik, ishte rasti më flagrant, rasti me iranianët, që ajo është e provuar, është e vërtetuar. Por po flasim sidomos ndërhyrja në zgjedhje. Ka një deklaratë e komisionerit Celibashi që ishin 135 milion sulme kibernetike. Nuk e di, keni lexuar këtë deklaratë? Po, 135 milion sulme. Por sistemi i rezistoi. Sistemi i Kosovës nuk i rezistoi këtyre sulmeve, sistemi zgjedhor.